Gabimet në numrat serik të fletvotimeve nuk janë bërë vetëm në komunën e Mitrovicës së Jugut e të Gjakovës, por edhe në ato që janë shpërndarë në për komuna të tjera, ka konfirmuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi, duke ju referuar një raporti të ri nga kompania që i ka printuar fletvotimet, tha se informacione kanë marrë për të gjitha fletvotimet, por se ato duhet konfirmuar me hapjen e kutive. Në atë raport i saktësojnë gabimet në të gjitha dengjet që janë të fletvotimeve të printuara, ku rezulton që në këto dengje janë diku votat e fundit, apo 2 votat e fundit që kanë pas numrat të vendvotimeve të ndryshme, apo edhe të ndonjë qendre tjetër, por edhe disa prej tyre të zbrasta. Ata i kanë jep edhe numrin e sakt që ka ndodhur gabimet, por që megjithatë na nevojitet me ta vlerësojmë dhe të verifikojmë këtë nga kutitë e votimit. Në mbledhjen e KQZ-s me gjithë kundërshtimin e anëtarëve të PDK-s është formuar një komision prej sekretariatit që do të merret me vlerësimin e fletvotimeve të zgjedhjeve të raundit të dytë. Me qëllim që të realizohet një vlerësim i detajuar lidhur me fletvotimet e përdorura, fletvotimet e papërdorura dhe numrin e përgjithshëm të fletvotimeve në komunat Mitrovicë, Jugut dhe Gjakov, si dhe në komuna tjera sipas mostrimit të bazuar në metodologjinë e përcaktuar nga komisioni, është e nevojshme vendimarrja për formimin e komisionit, i cili do të bëjë hapjen e kutiveve dhe verifikimin e fletvotimeve. Votën kundër këtij komisioni paraprakisht e arsyetuan anëtarët e PDK-s në KQZ. Këto analiza dhe raportet të cilat e përfshin në një formë apo tjetër dhe e bëjnë palë KQZ-n në raport me vendimarrjen e PZAP-s dhe gjykatës supreme në rastin tjetër, konsideroj që janë një hap për te kompetenca dhe përgjegjësive që i ka KQZ-ja. Natyrshëm që ne i bëjmë për çështjet tona të brendshme, për nevojat tona të brendshme, por jo edhe për të kriju argumente ose alibi që i shërbejnë vendimeve të cilat të duhet të hetoheshin nga vetë prokuroria apo edhe ndonjë komision i bërë nga vetë PZAP-i. Ndryshe vlerësuan situatën anëtarët e vetëvendosjes. Tashmë e kemi konfirmimin që kemi të bëjmë me fletvotime të shtypura gabim në të gjitha komunat ku ka pas balotazh. Dhe trendi mund të jetë shumë më i madh ashtu se sa në Mitrovicë, siç kishte edhe në Gjakov, që është më i madh se ai i Mitrovicës, që është dikon rreth 174 fletvotime të shtypura kundrejt asaj të Mitrovicës, që është dikon rreth 116 të mos gaboj. Përplasje mes anëtarëve të PDK-s e VV-s nxiti edhe çështja nëse KQZ-ja ishte informuar që nga fillimi për problematikën. Po sumin në ndalë ti mu që shë drejtoj në fjallimit. Po është problemi jyti që shë drejton gjuhën ti. Rekomandimi sekretariatit mori përkrahjen e 8 prej 11 anëtarëve të KQZ-s. Përveç 2 anëtarëve të PDK-s që votuan kundër për formimin e tij, abstenoi Muharrem Nitaj i AK-s.